Zbulohet një arsenal armësh dhe një sasi droge dhe arrestohen babe bir pas një muaji hetime nga operacioni policor i koduar New Star 2 në Fier. Sipas njoftimit të policisë, janë sekuestruar armë zjarri, granata luftarake, municion luftarak dhe drogë. Vihet në pranga një shtetas 34 vjeçar që ushtronte veprimtarinë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike. Në pranga dhe babai i tij, pasi në banes u gjet arsenali i armëve dhe një sasi tjetër e lëndës narkotike. Sektori për hetimin e narkotikëve i DVP Fier në bashkëpunim me prokurorinë e Fierit, pas një pune hetimore një mujore me mbështetjen e forcave operacionale dhe shqiponjat, finalizoi operacionin policor të koduar New Star 2. Si rezultat, u vu në pranga shtetasi AH, 34 vjeç, banues në fshatin Suk Roskovec. Bazuar në informacionet e siguruara gjatë hetimit për 34 vjeçarin që shiste drogë dhe posedonte armë zjarri, shërbimet e policisë gjatë operacionit kapën në dalje të fshatit Suk Roskovec shtetasin AH, ku në automjetin e tij gjetën rreth 1 kilogram lëndë narkotike kanabis sativa të ndara në doza gati për shitje. Në vijim të operacionit nga kontrolli banesës dhe i lokalit në pronësi të tij dhe babait të tij, shërbimet e policisë kanë gjetur 17.6 kg lëndë të dyshuara narkotike, kanabis sativa e përpunuar dhe e ndarë në doza gati për shitje. 2 armë zjarri pistolet, 2 armë zjarri automatike, 2 granata luftarake, 1110 fishek luftarak të kalibrave të ndryshëm, 2 aparate celular dhe 1 motomjet, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve u bë arrestimi dhe i shtetasit AH 61 vjeç. Në bashkëpunim me prokurorin vijon puna për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme, për veprat penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit.